Mirësitë e muajit Dhulhixhe dhe veprat që kryhen në të. Çdo ditë nga këto 10 ditë të lutesh me këto 5 lutje me të cilat erdhi Xhibrili te Isai, i biri Merjemes, për t'i sjellë dhuratë prej Allahut që ai të lutej me këto lutje në këto 10 ditë. Ja edhe 5 lutjet. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ai është i vetëm, ai nuk ka shok e ortak, vetëm atij i takon sundimi i plot dhe vetëm atij i takon falënderimi e lavdërimi. Në dorën e tij është e mira dhe ai është fuqi i ploti mbi të gjitha sendet. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ai është i vetëm, ai nuk ka shok e ortak, ai është një dhe qëllimi ku të gjithë kërkojnë mbështetje, ai nuk ka as grua e as fëmijë. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ai është i vetëm, ai nuk ka shok e ortak, ai është një, ai është qëllimi ku të gjithë kërkojnë mbështetje, ai nuk është i lindur, askush nuk ka lindur prej tij dhe për atë nuk mund të ketë ngjashëm. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ai është i vetëm, ai nuk ka shok e ortak, vetëm atij takon sundimi i plot, vetëm atij takon falënderimi e lavdërimi, ai jep jetë e ai bën të vdesin dhe ai është i gjalli që nuk vdes. Në dorën e tij është mirësia dhe ai është fuqi plot mbi të gjitha sendet. Mua më mjafton Allahu. Allahu e dëgjon lutësin. Pas Allahut nuk ka fund. Dëshmoj për Allahun dhe për thirrjen që ai ka bërë. Ai nuk mban asnjë përgjegjësi për cilin do që është vetë shfaqsuar. Vetëm Allahut i takon e fundmja dhe e përparshmja. Isai alayhi salam ka shpjeguar shpërblimin e madh të çdo njërës prej këtyre 5 lutjeve që arrin deri në 100 fish. Kush lutet me këto lutje, duhet t'i këndoj 10 herë, por është më e preferueshme që çdo njëra nga këto 5 lutje të këndohet 100 herë.